Eliona Binaka është banorja më e re që i është bashkuar edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova, duke sjellë me vete jo vetëm emocionet e një hyrjeje të re, por edhe një histori të thellë dhe tepër të dhimbshme jete. Modelja me origjinë nga Kosova e rritur në Gjermani ka kaluar një tragjedi që e ka shënjuar përgjithmonë, të cilën e kishte ndarë me publikun gjatë një interviste disa kohë më parë. Në atë intervistë, Eliona zbuloi se në vitin 2021 kishte përjetuar aksidentin më të rëndë të jetës së saj, një fatkeqësi rrugore që i mori jetën nënës dhe motrës së saj, ndërsa ajo vetë dhe vëllai mbijetuan rrugës për në Kosovë. Në territorin e Kroacisë, automjeti ku udhtoni u përfshi në një aksident fatal që i ktheu përmbys të gjithë jetën. E kemi pasur një aksident në vitin 2021, ka qenë gjëja më e keqe që më ka ndodhur në jetë. Më ka ndërruar jetën nga një moment në tjetrin. Rrëfeu Eliona, e cila mezi i mbante lotët teksa kujtonte atë ditë të tmerrshme. Ajo shtoi se humbja ishte dyfish e rëndë. Ishim rrugës për Kosovë. Aksidenti ka ndodhur në Kroaci. E kam humbur fatkeqësisht motrën dhe nënën. Si një vajzë vetëm 14 vjeçare në atë kohë, pesha e dhimbjes dhe përgjegjësia ishte e jashtëzakonshme. Në fillim ka qenë shumë e rëndë, sepse mungesën e nënës e ndjen gjithmonë. E kam ndier veten të detyruar të ruaj vëllan. Ka qenë shumë e vështirë. Më ka ndryshuar jeta brenda 2 minutave. Nuk kam qenë më kurrë e njëjta. Kam vdekur në atë moment që ndodhi aksidenti, u shpreh ajo. Me hyrjen e saj në Big Brother VIP Kosova, shumë fansa besojnë se Eliona mund të ndajë sërish këtë histori prekse me publikun e gjerë, duke shpalosur jo vetëm dhimbjen, por dhe forcën me të cilën ka arritur të ecë përpara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.